Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të përgatisim një tavë me perime dhe fileto pule. Përgatitet shumë lehtë dhe njëkohësisht është shumë e shijshme dhe e shëndetshme. Fillojmë menjëherë me përgatitjen. Unë këtu kam një fileto pule, e coptoj në kubik të vegjël dhe e ka urdis në një tigan me vaj ulliri derisa filetot të ndryshojnë ngjyrë. Pa humbur kohë, grin një qep, dhe perime. Unë kam zgjedhur patlıcan dhe speca, këtu ka rreth 2 kg perime, por ju mund të shtoni dhe çdo perime tjetër që dëshironi, mjafton që të kenë kohën në zgjerrjes të njëjtë. Mishi ka ndryshuar ngjyrë, e largojmë nga tigani dhe po në të njëjtin vaj ka ordisim qepën. Gjatë kohës që qepa ka ordiset, ne coptojmë perimet në kubik të vegjël. Qepa ka marrë ngjyrën e artë që dëshirojmë, shtojmë me njëherë perimet. Unë këtu kam ngrirë rreth 5 domate, por në mungesë të tyre ju mund të shtoni 4 deri në 5 luge salcë domate. I ka ordisim, shtojmë një gotë ujë, dhe gjatë kohës që perimet tona po zjejnë, shtojmë mishin, dhe 5 lugë gjelle pana ose një paketim me 200 ml. Mos harroni kripën. Dhe sapo perimet e kenë marrë val, e kemi gati për t'i shtuar në tavë. Unë sipër i kam hedhur piper të zi dhe erza pule. Dhe e kemi gati për ta pjekur për rreth 30 deri në 40 minuta. Siç e shikoni, pamja është fantastike dhe shija akoma më shumë. Ju sugjeroj ta provoni. Faleminderit që më ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe.